Policia e Tiranës ka ndaluar Arben Goxhën, pronarin e kompanisë AMG Food, i cili në 11 mars importoi nga Brazili gati 8 ton mish pule të kontaminuar me salmonel, që përfundoi në treg duke rrezikuar shëndetin e qytetarëve, që ende nuk është tërhequr gjithë sasia. Arben Goxha, i cili u shpall në kërkim në 29 mars, akuzohet për importim, prodhim, shitje dhe ruajtje të ushqimeve të rrezikshme për shëndetin ose jetën e njerëzve. Sipas njoftimit të bluve, 50 vjeçari do të jetohet në gjendje të lirë. Përveç Goxhës, në hetim është edhe vëllai i tij, Mondi Goxhe, pronari i kompanisë Dimal që merr mishin e papërpunuar të pulës nga AMG për të prodhuar produkte të ndryshme, dhe 3 inspektorë të AKU-s, inspektorët Gëzim Hushi, Sada Lufta, Aldo Sinjari, akuzohen për shpërdorim detyre, pasi sipas uniformave blu kanë lejuar futjen në treg të mishit me bakterinë e salmonelës. Mishi i pulës ka mbërritur në portin e Durrësit në 11 mars. Në një kontroll rutin, AKU mori mostra për t'i analizuar dhe thotë se njoftoi kompaninë AMG Food të mos e nxjerrë produktin nga kontenjerët frigoriferik të portit, deri në daljen e përgjigjes të cilën laboratori ISUV e nxori në 21 mars. Skandali është se konsumatori u njoftua nga AKU-ja një javë pas analizave që faktuan praninë e salmonelës në mishin e pulës, ndërkohë që edhe sot AKU e ka mbajtur të fshetë emrin e kompanisë që importoi. AKU-ja referoi për hetimet në Prokurorinë e Tiranës kompaninë për mos respektim të kritereve të gjurmëshmërisë dhe dhënien e informacionit të pasakt, pasi ka dyshime se të tjera sasi importonte nga jashtë dhe të tjera deklaroheshin.